Apo fitojmë? Kismet. Me ka Do kejt! të mënohem. Pa valetar! Mi mbroma Altin. Me mbroma mirë se erdhe, Mirë Elmonda. se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën edhe për kohën. Lutem me kënaqësi, je gjithmonë e ftuar në shtëpinë tonë, edhe ne tash i kena dëshirë që ti me fitu. Me gjithë qef, munona adhone sa të kam mundësi. Për këtë arsye dhe jam marrë sot, faleminderit edhe një herë për mbështetjen, se para 3 vite jam konën këto, edhe do të munohem, inshallah do të fitojmë. Inshallah do të fitu. Jo, s'ka me inshallah tash. Do të më munue, tash sa të s'ka. kem mundësi. Tash do ta kryejmë këtë. Në fakt zvecranët e kanë me filaj këta, por mirë është me thonë po jo. Amo ideja është për po që të rallë. Po, E tash këtë rallë kena me fitu pa tjetër. Shqiptar në vendin e tur ka sa dush në duket, a? ka plot. Me Sidomos dorë. edhe ke në Zvicër, besoj edhe ka Cyrio ka shumë, ama më rëndësi janë që më fonë shqiptarët që kanë në qëtësin Zvicërës Po. edhe që jetojnë në vend tërtur. Amo në vendin e tur në qytet, apo? Po, Këtë qytet vend tërturit. qyteti i vendin e turit. Po. A ka shqiptar bolla aty? Ka ballë. Ka edhe më Shqipëri pas? Po. Sa vota duhen krejt Elmond për me fitu? Në varet tash sa njerëz kanë më shku më votue. Herën në fundit i pata mbledh dhe rafshe 3400 vota. 3400? Më kanë, që më thonë, 150 vetë ka 2 vota kanë mungue herën në fundit. 150 vet ka 2 vota. Po, se si cili ka drejtë në Zvicër ka 2 Ka dy vota vota. me mjedhonën. Okej, pra 300 vota total, a? Po. Po, se herë Aso, dy. tash nuk po dihet se nashta herën tjetër nuk shkojnë kaq shumë me votue, tash në varet. Sa njerëz e shkojnë me votue, do të me këshyrën, çish është situata.